Jeta, arti dhe koha janë tre elementet që ndërturen me njëra tjetrën në mënyrë të pashmangshme dhe të thellë. Çdo pikturë që shohim sot këtu është një fragment i kësaj ndërturje, është një lidhje, është një pasqyrë e mendimeve dhe e ndjenjave. Jeta me kompleksitetin dhe me bukurinë e saj është frymëzimi kryesor, arti ndërkohë mediumi kryesor për të shprehur ndjenjat, si dhe koha jemi pjesëtar të saj, një udhëtim në kohë dhe patyshim që jemi prezent gjatë gjithë jetës në këtë rrugtim. Po shpresoj që ka me punu hala ma shumë, sot kemi shëndet, edhe pse jo me sjellje dhe ekspozita të tjera në të ardhmen.